Kushdo që mendon se ajo që shkruan në rrjetet sociale mbetet thjesht një koment, e ka shumë gabim. Një mesazh i nisur nga mlefi, ose siç ndodhi në shumë komente pas vrasjes së Hoxhës në Dragash, mund t'ju kushtoj shtrenjtë, nga xhoba të majme e deri në burgim. Kështu mund të ndodhë edhe atyre që kërcënuan mbi bazë etnike e fetare edhe Hoxhën Shevqet Krasniqi. Kalohet në nxitje të rrjetës dhe në kërcënime këto dy të fundit veç janë vepra penale. Për këtë arsye edhe kalon në terrenin penal kjo çështje dhe natyrisht që meriton edhe të heq vëmendje, do duhet të heq vëmendjen organeve të hetuesisë dhe me pastaj të përfundohet sipas ligjit deri në gjykatë. Sepse nëse dikush përhap urrëtie, nxit urrëtie dhe përhap urrëtie është vepër penale. Duhet mirë institucionet e ndjekjes penale dhe drejtësisë përgjithësi me të. Nëse dikush kërcënon dikën dhe kërcënimi është real në kuptimin që shkakton frikë te personi, te viktima, pa me dyshje që prapë me ligj specifikuar si vepër penale dhe do duhet të denoncohen të raste dhe të mirët natyrisht prokuria dhe më pas përfundojnë në gjykatë. Sipas tij, tek shqiptarët kjo dukuri nuk ka qenë praktik asnjëherë, por duket se është përmbysur sistemi i vlerave. Që do thotë shumë çka ka devijuar dhe ky devijim po manifestohet pikërisht me këtë konfuzitetin aksiologjik ose vleror, në ato vlera që tradicionale dhe vlera tjera të cilat e kemi kultivuar gjenerata më herët dhe të cilat bën pjesë në kulturën tonë edhe nacionale dhe kulturën tonë publike. Kjo kulturë publike dhe nacionale fatkeqësisht është shtruar dukshëm pikërisht duke ardhur në shprehje më shumë anksioziteti dhe agresiviteti i njerëzve në denigrim të personave të caktuar, denigrim të komuniteteve apo kategorive sociale dhe këtë kjo në esencë është një dukuri negative, shqetësuese, e cila do një trajtesë ose një qasje dhe tretman edhe institucional. Madje disa kanë shkuar edhe më larg duke ju gëzuar edhe vdekjes së tjetrit, siç ishte rasti me imamin e Dragashit. Jo, kjo është e skajshme, kjo është e patolerueshme, kjo nuk ka të bëjë as me kulturën tonë shqiptare, as nuk ka të bëjë me etikën fare, as nuk ka të bëjë me traditën tonë, që është një traditë pozitive, sepse pikërisht i rëni, pra i vdekuri meriton dhe ka meritu dhe gjithmonë ka pas një kujdes të madh të opinionit publik, të familjarëve, të farefisit, po opinionit gjë dhe personave të cilët nuk janë më ose në momenti i kalimit në botën tjetër, për ata s'është folë, s'është gjyku, s'është kritiku. Kjo ka qenë edhe kultura jonja, ka qenë traditë jonja. Tani kjo është këto veprime pra që i thoni ju që edhe ligëzohen vdekjes së dikujt ose gjykojnë në mënyrë kritike pas vdekjes dikën, të janë për mua të skajshme, domethënë anomali kulturologjike, anomali sociologjike dhe të cilat duhet të kalohen, sepse me vërtet jo vetëm është mëkat, po është mungesë qytetërimi, mungesë kulture, mungesë morali, sepse të rënët kanë statusin e vetë dhe ne të tjerët që jemi këndej ende duhet të tregojmë kujdes dhe respekt, vetë përmbajtje, durim, farë të qofshin që kanë bërë ata se kanë qenë gjallë. Pra kjo pjesë për mua është neveritës për ata të cilët kritikojnë ose shkojnë diçka shpërinë etiketimi për ata që janë më. Deklaratat për eliminimin e djegjes ndaj muslimanëve janë kërcënime serioze. Për këtë, kodi penal parasheh edhe dënime serioze. Por a mund të iniciohet nga vetë prokuroria ndjekja e këtyre komentuesve? Ky institucion nuk ka dhënë përgjigje. Megjithatë, praktika ka treguar se gjykata ka qenë efektive në rastet kur janë kërcënuar figurat publike. Nga praktika deri tanishme disa raste të personave konkret ku janë kërcënuar disa gazetarë dhe figura publike, kemi qenë dëshmitar ku në fund ata persona pra kanë kërkuar falje, janë pendu për veprën që kanë bërë, kanë lutur gjykatësin, gjyqtarin kanë lutur gjykatën që të ketë mëshirë për ta, që do thotë menjëherë kemi një ndryshim të madh rrënjësor të qasjes, sepse përballen me pasojën cilën vetë ata kanë shkaktuar.